të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes, duke ju uruar që dita t'ju shkoj e mbar. Sot në studio jam me student të degës së gazetarisë në Universitetin Luigjë Gurakuqi, më saktë. Ato janë pjesë e një skuadre fituese me projektin e tyre që është realizimi i një filmi. Një film i cili është pjesëmarrës i festivalit të parë të filmave të gazetarisë, i mbështetur nga USAID, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ambasada e Britanisë, si dhe ekspertëve të Rana Labs nga Washingtoni. Ato janë studentë që kanë realizuar dhe vlerësuar më së miri në filmin e tyre Rini e Ikur. Një grup prej studentësh të përbërë nga Teodor Gjerga, Gerta Bajrami, Livia Preçi, Anton Kola, në drejtimin e profesorit të tyre Ardi Hoti. Unë kam dy prej kësaj skuadre fituese dhe pikrisht Gerta Bajramin dhe Anton Kolën. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Së pari dua t'ju uroj për këtë çmim që keni marrë. Natyrisht është nxitës, ndjeni mirë apo jo? Po tjetër, Gerta mundet me vazhdu nga që pëjla. Shumë faleminderit për ftesën. Normalisht që emocionet ishin shumë të mëdha në momentin që ne morëm çmimin e parë, por gjithashtu edhe në momentin që ne u bëm pjesë e këtij projekti. Në atë moment që ne ishim pjesë e festivalit filmit dhe nuk është diçka e vogël sepse është pikërisht për gazetarët e rinj. Ne ishim brezi gazetarëve të rinj të cilët duhet të konkuronim në festivalin e filmit dhe ishin filma që u realizuan nga studentët e gazetarisë në Universitetin e Shkodrës dhe studentët e gazetarisë në Universitetin e Elbasanit. Keni qenë disa grupe me sa di? Nga Shkodra kanë qenë 4 dhe nga Elbasani kanë qenë 4. Por besoj që pjesa ma e bukur tham dhe që na ka bërë mundi më mirë është që është marrë një çmim prej a vlerësu për një jurie të profesionistë dhe kjo të jep më shumë për me ecë përpara. Ju u formuat si grup me qasjen që keni ndaj njëri tjetrit, e formuat grupin tuaj në mendimin e profesorit tuaj Ardit, apo si ndodhi që u bashkuat për të realizuar këtë film? Atëherë grupi jonë, themi drejt, është realizuar në momentet e fundit. Ne kemi marrë filmin, mund të themi 3-4 muaj më vonë se sa grupet e tjera, sepse ky projekt ishte mundësuar për të realizuar nga studentët e vitit të tretë, të vitit të kaluar, dhe për shkak të pandemisë ky projekt u shty dhe na ra pesha ose fati le të themi që të bëheshim pjesë edhe ne. Pjesëtarët e grupit e përzgjodhi profesor Ardi dhe ne atëherë vetëm bashkëpunuam. E morët me entuziazëm apo ju duk një sfidë e cila kalon mes dilemash për të realizuar? Unë fakt e prita mirë, pasi ja kam kushtu një pjesë kohës time dhe videove, montajeve dhe profesor Ardi përderisa na dha një mundësi pse jo. Jemi gjithë një klaset dhe ishim një kimi të bukur për të bashkëpunuar. Natyrisht çdo gjë lind nga një spunto, nga një ide, nga një mendim i cili ose kundërshtohet ose përkrahet. Si ndodhe? Idetë që ne hodhëm ishin nga më të ndryshmet, se normalisht 4 pjesëtarë dhe idetë ishin të ndryshme. Por ne donim të përgjigjem një temë e cila donim të spikasnim le të themi dhe mos ta lënim në harres. Normalisht se për komunizmin është folur shumë, por mendoj se asnjëherë nuk është mjaftueshëm që të flasim për këtë temë dhe ne e sollëm atë në një mënyrë ndryshe me 2 personazhet, Viktor Martinin, 80 vjeç dhe Moto Maria Kaletën, 93 vjeçe, të cilët ishin intervista me të vërtetë shumë rëndësishme. Ishte një ide që u përkraha me njëherë nga të gjithë pjesëtarët e grupit
që me njëherë ndërtuan një skalet, një skenar, më pas disa komponentë të tjerë? Për komunizmin, ma mirë se në Shkodër besoj në asnjë qytet tjetër nuk ka për të folur, sepse vim nga dhe jetojmë në një qytet martir, që e ka majtur mbi shpinë shumë gjatë komunizmin, dhe ideja ishte sa po ishte dita e parë diçka që shkru me historinë, se si do vazhdonim storyboardin, dhe një muj ka zgjatur besoj e tha dhe Gerta që ishim shumë vonë nga grupet tjera dhe ishte si sprov për ne që nxitonim të ecim, që të avanconim. Po kjo kishte një pesh, ju ishi përtej kamerave, ndërkohë që përballë kamerave ishin personazhet tuaj, si e pritën ata pjesëmarrjen në këtë film? Atëherë në momentin që ne shkum që të intervistonim, që në momentin që ne ndërtuam skaletën, nuk mund të themi se ne qëndruam pikërisht gjitha pikave që ne kishim vendosur në skaletë, sepse skaleta gjithmonë bie poshtë. Ne për shembull në skaletë kishim edhe narracionin, por momentin që ne bëm intervistat, shikuam se fjala jon ishte pa vend atëherë, nëse ne fusim dhe fjalën tonë në ato intervista, sepse fjalët e tyre nuk kishin nevojë për komentet tona. Që në momentin që ne shkuam të intervistonim Viktor Martinin, cili 80 vjeç, edhe folin ato qeli që ai kishte përjetuar gjithë atë dhimbje. Ju mirëpriti me njëherë sa të shkuan? Unë isha aty në fakt kur Viktori dha dëshminë e tij, dhe pjesa kur hyme brenda ishte se patjetër i më shumë dhe do të me thanë fill o mallënxy nga thotë e kam ala në memorje britmat dhe vujtjet në ato qeli, patjetër që e mirëpriti dhe tha jam çdo herë gati të flas atë periudhë që e kanë vujtur një pjesë shumë e madhe. Kjo qeli ndodhet në Muzeun e Kujtesës? Po, është qelia numër 23 mos gaboj, aty ku Viktori ka kalu një pjesë dikon të 8 vite ka pas dënim. Dhe më pas fjala rodhi vetë, apo si ndodhi? Viktori nisi me një poezi tije, dhe në të vërtet nuk kishim nevojë për skenar t'ja jepshim Viktori që vazhdo fol kështu, sepse ishte tepër i rrjedhshëm dhe me shumë emocion. Besoj që esenca e gjithë filmit ka qenë në të vërtet Viktori. Ndërkohë që çfarë ndodhte me ju? Ju vetëm xhironit, apo gjironim, montonim, Antoni vetë ka pas edhe rolin e aktorit, le të themi, sepse imazhi i Antonit është treguar edhe në film, duke patur edhe disa shenja në trup, sikur ishte i vrarë, sikur ishte i dënuar. Pra edhe aktor? Po, për këtë jam 2 herë falenderuese në fakt. Ma hoqën atë barrierën për me dalë dikun para kamera, pavarësisht se si kam edhe aq jeri familiarizu. Edhe? Ne këtë rol kishim. Ndërkohë montimet, kishim idenë. Ndërkohë, kur duhet të di efektin që kishte pikrisht intervista që Viktori realizoi, tek ju çfarë ndjet në atë momenta? E përjetuat, krijuat imazhe, si ndodhi? Normalisht që kur Viktori filloi të fliste për vujtjet që kishte kaluar jo vetëm ai, por gjithë familja e tij. Se më falë se po të nërpres janë 108 vite në total familja Viktori që ka vujt në kohën e komunizmit. Edhe normalisht që ne kishim ne kishim dëgjuar shumë histori, por kur ai tregon vetë dhe sytë e tij ishin akoma të përlotur edhe sot që ishte 80 vjeç dhe ai hala çante për atë kohë, emocionet ishin shumë të mëdha. Mendoni se pikrisht këto emocione që ju keni ndjerë keni përcjell edhe tek ata që e kanë ndjekur dhe vlerësuar filmin? Unë besoj që po, sepse ku kemi një person i cili jep një dëshmi dhe ku pamjet
tregojnë, më thonë, njekun njëra tjetrën, besoj që më së miri dhe tek publiku i gjanë, besoj që është transmetu si që duhet. I gjithë filmi zhvillohet pikërisht në qeli, apo ka edhe pamje të tjera? Jo, filmi nuk është gjiruar komplet vetëm qeli, sepse ne kemi patur edhe Motor Maria Kalejtën, që kemi shkuar dhe duke intervistuar tek shtëpia e saj, dhe diçka që na bëri përshtypje ishte sepse Motor Maria Kalejta, edhe pse e kishte vuajtur atë kohë, ajo nuk pranonte kur që ta shante komunizmin ose të fliste keq për atë kohë, le të themi, sepse ajo kishte bërë paqe me Zotin, se normalisht edhe Motor. Pra, kishte falur. Po. Duket. Ndërkohë që ju keni punuar si një skuadër, Dori Gjerga, Livia Preçi dhe ju të dy Gerta Bajrami dhe Anton Kola, keni qenë non-stop në realizimin dhe emocionet e këtij filmi, të interesuar natyrisht në drejtimin e profesorit tuaj Ardi Hoti? Po pa tjetër se i falenderojmë shumë miqtë tanë Dorin dhe Livjen, se kemi qenë, si që thash, një skuadër dhe kemi punu goxha të ambientuar me njëri tjetrin. Gjithë se cili besoj i ka pas disa pikat në ndame se ku mu bazu. Dikush historin, dikush që mana e pjesa e fundit që ka qenë montazhi që është pjesa ma e madhe. Montazhi është po, dhe ajo në fakt montazhi kanë qenë, kemi qenë gjithë aty, sepse dikush një mendim, dikush një tjetër, besoj që disa mendime nxjerrin një produkt mirë, se sa një. Ndërkohë që komponent të filmit mund të jenë, nuk e di unë, nuk e kam parë, sepse nuk është shfaqur diku, apo jo. Janë muzika, janë efektet, si keni realizuar këto komponent? Ndalemi tek filmi. Filmi është shfaqur në YouTube, është në kanalin e YouTube-it, jo vetëm filmi jonë, por 8 filma të cilët janë realizuar janë në kanalin e YouTube-it dhe tek linku i Rana Labs. Por gjithë ato të cilët duan ta shikojnë, ne njoftojmë tani që filmin mund ta shikojnë shumë lehtë në YouTube. Ndërsa për komponentet le të themi që muzikën shoqëruese ishim ne gjithë bashkë të cilën e zgjodhëm, ishte diçka e cila duhet i përshtatej filmit. Dhe keni zgjedhur? Është një kolonë muzikore e cila i përshtatet më së miri. Tani të them drejtën nuk e kujtoj si. Po. Gjithashtu edhe efektet, pamjet me dron me mundësuar nga ekspertët, nga Ahmadi, i cili kishte ardhur me të gjitha mjetet e nevojshme dhe kaq. Si proces ju ka zgjatur shumë për të realizuar këtë film? Thash, ceka dhe më parë, dikun tek një muaj. Tek një muaj, por punë intensive mendoj që një javë. Një javë ka qenë. Sa është kohë zgjatja e filmit? Është dikun të 7 minuta dhe 24 sekonda. Dhe kur ju e keni paraqitur, keni pasur pritshmëri, emocione të veçanta, si e keni pritur zhvillimin e këtij festivali i cili për shkak të pandemisë është zhvilluar në platformën Zoom? Në momentin që ne transmetuam filmin ton, feedbacku që morëm ishte shumë pozitiv, edhe nga personat të cilët nuk e dinin se ne ishim autor, le të themi, të atij filmi, feedbacku ishte shumë pozitiv. Të themi drejtën, konkurenca ishte shumë e madhe, sepse gjithë filmat ishin të realizuar shumë mirë, por që e prisim dhe nuk e prisim fitoren, le të themi, sepse as ne vetë nuk dinim zgjedhim fakt. Nëse ne vetë mund të ishim njoria, nuk mund të zgjedhnim në ato 8 filma. Cilat ishin temat e tjera të filmit që u paraqitën nga studentët? Në Shkodër kanë qenë edhe 3 tema tjera, historia Fionës, një film tjetër realizuar nga kolegët dhe shokët tonë të klasës Nën Kumont e Fatit, dhe një film tjetër ka qenë për kohë. Të zhani sociale besoj janë ma shumë të se. Për ditët aktuale, tema aktuale. Ndërkohë që pasi u vlerësuat, besoj se e keni festuar, keni ndjerë një
diçka shumë të bukur, apo jo? Po tjetër, si që unë e thash edhe më parë, kur një çmim vjen, dhe me thonë, për një festivali që bëhet për herë të parë, në fakt, dhe për një jurije të profesioniste, ajo është një ndjenjë shumë e bukur, në fakt. Pavarësisht se për mu si temë nuk ishte temë jo e hasur, pasi kam ca punë. Varet nga mënyra se si e sheh, se si e servir, se çfarë don të paraqesësh, apo jo? Jo, unë mendoj që thash që nuk është e pa hasur për vetëm arsye se unë punoj, kam ca punime mi, dhe me thonë periudhën e komunizmit dhe jam ala në disa punime tjera për një projekt, kështu që mund të them që nuk është e pa hasur tek unë. Edhe besoj as tek miqtë e mi. Ndërkohë që ju jeni student të gazetarisë, bëni praktika, natyrisht keni qasje të tilla që ju ofrojnë me të tilla ndjesi. Çfarë mund thoni për këtë? Antoni pas ka përvojë në realizimin e këtyre momenteve të videove. Në fakt pjesa e videove dhe fotot që unë merrem është para se me hy tek shkolla tek dega e gazetarisë. Dhe për atë arsye unë e zgjolla sepse është një që të jep spuntu për me ecë më përpara. Pra, kur hin në një laborator, kur në të shkollës sonë, besoj që janë gjithë pajisjet e duhura për të mësuar dhe Ju jeni në vitin e tretë dhe jeni në prag të diplomimit. Mendoni që gazetaria ju jep një mundësi shumë të mirë, jo thjesht punësimi, po të një pasioni për të realizuar gjëra interesante në vijshmërinë tuaj? Po normalisht që mendojmë këtë, përderisa kemi zgjedhur si deg, por gazetaria edhe të formon, mendoj. Të formon shumë si njeri edhe nga mënyra intelektuale, sepse gazetarit nuk mëson vetëm për një fushë të caktuar. Ti duhet të dish mbi kulturën, politikën, ekonominë, dhe prandaj është një formim i përgjithshëm që merr njeriu. Një dimension i gjanë, mendoj. Të po plotësoni mirë në studimet tuaja të deri tanishme? Po mirë, sepse jemi edhe një grup jo shumë i madh dhe mundësia për me thithë informacion dhe dije në atë deg është besoj shumë më madhe, se ti je një grup shumë i madh. Ndërkohë që ju besoj do t'i vijoni projektet tuaja, apo jo? Ju ka dhënë spunto pikërisht kjo fitore, ky çmim i cili ka ardhur i vlerësuar nga ekspert të fushës. Unë mendoj që dhe mos të kishte dalë fitues, ne do t'jemi përsëri me projekte tjera, shpresojmë që edhe të kalojmë këtë situatë sa më shpejt që t'jemi pak më... Në fakt, përgjatë gjithë kohës që ju jeni student, keni marrë pjesë në projekte që ju kanë dhënë spunto, ju kanë bërë të jeni më aktive dhe jo thjesht të ndroni, por të punoni për të realizuar diçka të bukur. Besoj që unë dhe Gerta, Dori dhe Livia, ky ka qenë një ndër projektet që është ma të mëdha dhe i pari, ndërsa pjesa tjetër e klasës, studentat tjerë kanë marrë pjesë dhe në për gazeta Nisma, mos gaboj, revistat. Po, gazeta. Dhe me artikuj të ndryshëm. Gjithë secili besoj është përfshirë në atë që kanë një. Është diçka shumë e bukur që të kesh jo thjesht një kujtim, por një hap të veçantë në jetën tuaj profesionale, siç është ky realizim i këtij filmi. Unë besoj që dhe shpresoj që hapa të tillë të vlerësuar, të guximshëm, entuziazm, pse jo, t'ju shoqërojnë përgjatë gjithë kohës. Shumë faleminderit. Unë ju uroj edhe një herë për këtë çmim të madh, të vlerësuar si produktin më i mirë, filmi më i mirë i titulluar Rini e Ikun, të realizuar nga studentët e vitit të tretë në degën e gazetarisë në Universitetin Luigi Gurakuqi, Teodor Gjerga, Gerta Bajrami, Livia Preçi dhe Anton Kola. Në drejtimin e profesorit të tyre Ardi Hoti, të cilin e përshëndesim. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj ecuri të mbar. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Edhe për ne gjithashtu.